deputetëve të kësaj opozite. Kjo është prova e parë e zjarrit në lidhje me deputetët e Partisë Demokratike. Me datën 22 do ketë një protestë e cila do jetë mbar popullore dhe do e shihni edhe reagimin, por ama opozita nuk do të ndalet. Do ketë protesta të vazhdueshme dhe të qëndrueshme. Po çfarë do të thotë ndalet, qëndrueshme? Nuk të ndalet. Po ta them. Do dilja këtu, po peqim dole tani. Në lidhje me atë që zoti Iliazës thotë, po të nisim tek populli, populli është më radikal se sa që është opozita sot. Dhe unë vi nga takime të përditshme. Çdo radikal, çfarë janë në gjendje të bëjnë? Janë gati të shkatërrojnë gjithçka vetëm Edi Rama të ikë nga pushteti. Pse? Sepse për shkak të nivelit të korrupsionit, për shkak të nivelit të krimit, për shkak të vjedhjes së votës, për shkak të një raporti të OSB Odirit, jetë i sigurt që biles ne duhet ta pranojmë që opozita nuk po i përgjigjet kërkesës së qytetarëve të cilët kanë një revoltë të mbrëmshme popullore dhe janë gati dhe kanë të drejtë. Po pse i ndaloni ju ata? Lërini sepse ata thonë me të drejtë mos na sillni me bë xhiro në bulevard. Ne jemi gati të përballemi dhe të qëndrojmë edhe një javë, edhe 2 javë, edhe 3 javë. Do i sillni për xhiron bulevard apo do rini aty, do qëndroni? Do t'i lëm që populli opozitar të vendosë vetë në lidhje me vazhdimin e protestave. Dhe duhet ketë radikalizim, sepse çfarë do? Pas Krishtlindjeve dhe vitit të ri mbase. Po sepse të jemi realist, ka disa etapa të cilët do bëhen publike në ditët në vijim, padyshim, dhe ka një mekanizëm dhe një program për mënyrën se si do realizohen, dhe unë të them që keni për ta parë opozitën në ditët në vijim. Dhe padyshim që njerëzit me zor po presin që të radikalizohen. Unë e kuptoj. Tani përsa i takon Spakut. Të dalim te Spaku dhe të themi atë gjëra. Se kam dhe blushin. Sot të gjitha këto krime të cilët po hetohen dhe po çohen me akuzë janë denoncime të opozitës shqiptare. Ja, një minutë. Më thoni juve, mbi bazën e statistikave, vetëm 1% të hetimeve që bëhen sot në Spak janë hetime të cilët janë realizuar kryesisht. Në qoftë se Spak, në qoftë se Spak, po më fal o ti të edhe. Po në qoftë se kemi edhe, denoncime të opozitës sot gjë. Të gjitha këto, po tani opozita po e bën punën e vet. Opozita s'ka për tu kthy as në prokuror dhe as në hetus të Spaku dhe të Kryeqoni. Kryetari i Partisë Demokratike doli par një javë nga Spaku dhe tha Altin Dumani është kriminal i pluralizmit. Po ai, po si kërkoni të rëzoni qeverinë me firmën e tij? Ja, si kërkoni të rëzoni qeverinë me firmën? Ta them unë. 2 elementë të cilët zoti Manjani është avokat tu dhe merret kryesisht me Spakun. Më thoni cilat nga bandat sot në Shqipëri Spaku po heton vetë kryesisht. Më thoni një, të lutem. Ju e kuptuat shumë mirë pyetjen time tani. Jo, unë e kuptoj, po tani a do të dëgjosh. Më thoni cilat sot në Shqipëri të gjitha dosjet të cilët kanë bëjnë me krimin e organizuar dhe me kartelet janë përkthime motamo të letër porosive të cilët vinë. Vetëm pyetja e të panderëve dhe bashkimi i tyre në material fashikulli është elementi që bën Spaku dhe formulimin e akuzës dhe i ka kthy të gjitha këto në organizata kriminale ose në grup të strukturuar kriminale. Elementi i parë. Po, i ka knaqë, të them edhe një diçka tjetër. Më thoni për krimin zgjedhor. O zotri, jemi këtu Jo, pa e thot detyrët e Spakut, që detyra funksionale e Spakut. Sot, si pas raportit, kërkon rrëzimin e qeverisë me firmën e kreu të organizatës kriminale. Ne nuk po i ke më të rëndësishme këto që ka bërë Spaku. Kërkojmë që të Spaku të rrëzoj qeverinë. Jo, ne po kërkojmë që Spaku apo kërkoni largimin e qeverisë për korrupsion e Ballukut. Ne kemi kërkuar gjithmonë. S'është se erdhi Spaku. Sot ja u nxori me letra tani. O me letra ne setojmë, ne kemi kërkuar shumë Spaku juve t'ju vërin qeveri pastaj. Çiçi Ramën nga zyra dhe t'ju vëri juve. Jo më zonë, ne kërkojmë që të bëhen zgjedhje të lira dhe të ndershme dhe raporti OSB Odirit. Më fal. Raporti OSB Odirit thotë. Shteti me partinë janë bërnjësh. Më fal. E dyta, krimi organizuar. E treta, bandat kriminale në Durrës, në Vlorë, në Fier, në Tiranë dhe në Lezhë
Nëse ju nuk doni që t'i kuptoni, ky është problem tjetër. Shkojmë pak sërish tek mbledhja e nesërme e Këshillit Mandateve dhe Imuniteteve, se çfarë mund të ndodhi, çfarë do bëjë mazhoranca, do ta mbrojë. Së pari më mbrojë. lejonin të mos pranoj të refuzoj me shumë përbuzje në fakt. Një nga tezat e Edi Ramës, të edhuran këtë studio që gjitha partitë financohen nga biznesmenët që marrin para publike dhe japin opozitës. Unë sigurisht që s'mund të flas dot në emër të Partisë Demokratike, por me që përmendën gjitha partitë, Partia e Lirisë nuk hyn në këtë lloj partish, as ka qenë kurrë, dhe mjaftoi vetingu që u bë sfundmi për të kuptuar që sa të vërteta kanë qenë akuzat, asnjë cent, as afrohet asnjë oligark të dhuroj 1 cent ose Se kanë frikë po, nga pushteti, edhe po dul. Mirë, unë po flas s'duan apo për partinë që përfaqësoj këtu. Për Partinë e Lirisë, kjo është një tezë e Edi Ramës për të ngjyrë të gjithë mediatikisht, nuk e di unë se çfarë tjetër. Pra të gjitha nisoj, kështu që mbaj këtë që kemi, këtë tezë refuzoj edhe me shumë përbuzje, madje se s'mund të ngres akuza në ajër të gjithë janë njësoj, nuk janë të gjithë. Së pari, së dyti, se përket koherencës në raport me SPAK-un, po, Altin Dumani është kobure e Edi Ramës. Kobure? Koburja e Edi Ramës, kundër pluralizmit politik dhe kundër Në rregull, diskutojmë atë. A ka